Shkodër kam parë shumë lajme që kanë ardhur nga kronika. Po. Ngjarje jo fort të mira. Dhe pikpyetja që kam patur është, a është në Shkodra kaq e sigurt apo jo? Atëherë. Tashti na jetojmë këtë vend si Shkodra, kudo nëpër Shqipëri, unë nuk shoh se ka ndonjë ndryshim mall Shkodra, se kam jetuar në Durrës. Po. Pra nuk ka se ka ndonjë ndryshim mall te pjesa e mentalitetit. Por mendoj që politika ka prish më tepër jo këtë vend, po gjithë. Se ke Elbasanin problem, ke Durrësin problem, ke Vlorën problem. Pra gjitha këta janë ku ka qendra, s'pa doj me hy te politika, se s'na intereson, nuk më intereson asnjëra palë. Si qytetar. Politika e ka prish këtë punë. Se ku t'i jepet më shumë se duhet, aty në që duhet me kenë të vendi, normalisht që do të nollin të punë. Por Shkodra si qytet, Shkodra ka tradit këtë punë, nuk të shty më neja, ke parasysh. Se ka dy të rahuna, të rah me shkop, të rah dhe me pamuk. Shkodra din me të rah me pamuk. Me pamuk, po. Pra, Ka qenë shpreha një zyshë time shkodrane. Do të rah me pamuk. Ky ka me ta thoni fjalë sa këtu, edhe ti kur të kalosh urën e Baçallekut ke me marrë Me vesh se çat kam thënë. Çat po thon. Kështu që shkodrane. a ke parasysh, pra mundohen që gjitha familjet në të mënyrën e vet na e bë atë punën e përbashkët. Edhe brenda qytetit nuk ka se kena probleme me të thonë drejtën, më dalim qetë, unë jam edhe 12 natë, këtu nuk ka problem ose gjë. Edhe goca jam mund dalin 12 natë, nuk ka se problem. Tani gocën e pas ke pik dobët. Unë i du shumë të tretë se gjithë gishtat janë isaj, po kja është e vogla edhe mësej gocat nuk janë që quna, gocat janë më të përdhelen, janë e ka Allah në zoti me janë më të mira, me thonë drejtën. Me të ardhe qënë, me të përqafu kështu që di, duket, mush duket, fort komod, kurse gush përqafu goca. Kështu që shumë e bukur. Megjithatë, unë të falenderoj shumë për bisedën që bëm bashkë. Faleminderit shumë edhe për ju. Sepse u kënaqa shumë, edhe të falenderoj edhe për pozitivitetin. Se di se si më ke dhënë tani me vazhdu me pjesë tjetër, me një intervistë tjetër që kam pastaj dhe do vazhdo me qef. Nimet shumë kënaqësi, po do ta mbyll me ty duke të pyetur ti vetë çfarë do i këshilloje ose një moto që ti e ke vërtet me qef, që ti e ke ndjek për herë. Ose që mund t'ja thuash vajzës tënde, ose që mund t'ja thuash djemve tu. Atëherë, do me ta lidh me diçka të bukur. Për shembull, unë me çunat e mi, për shembull, kur lëvizi që shkojnë në Tiranë, në Durrësa, lëvizjen nëpër Shqipëri, unë filloj me fol me ta te ura Baçallekut, edhe marraj te ura Baçallekut, pra kam shku gjithë atje dhe marraj. Edhe tham shumë me humor i tham veten, do të toni me vete, çna çau, kryt, tash dëshata, ke parasysh, shko gjoj, thëmë vetëm, thoni. Sepse unë kam një teori që në qoftë se nesër e kanë bë një punë edhe e kanë bë gabim. Edhe unë e shoh edhe i thëmë vetëm rregull, si bëj za. Po. Nesër mas nesit kanë më trut. Edhe ka me thonë, si na ponin kes mas na tha kush i gjys fjalët më. Pra unë jam të ju thonë këtë që s'ka gjatë, ju thoni si dëni. Edhe po e bëre gabim. Edhe po bëre gabim, unë kam për detyrë me ta thonë që e ke gabim. Tash jeni të rritën mjaftueshëm për me e kuptu. Nesër keni me thonë që pas ka pas drejt, ndoshta sot s'mjepni drejt. Do vjen vjellafet e babës, ë? Se s'bën. Nuk e kisha parë kështu me thënë të vërtetën. Kjo është parimi që ju thom vazhdimisht. Tham po s'fol me na, kush do të flasin për ju? Kush? Na do të thojmë, ju e ke gabim, tu e ke mirë, këtu mundesh me e bë më mirë. Qose na nuk ju thojmë këtë, çka kena bën, as kena bë punën tonë hiç. Më kënaqa shumë. Faleminderit. Edhe nuk më asha shumë ju. Shumë. Bashkë me shpresën, e janë shpresa edhe ti këtu. Unë e mbyll këtë intervistë të Real People me Nimetin, u kënaqa jashtë mase, sepse këta janë personazhet e vërtet të Shkodrës. Edhe ata Real People që unë i sjell gjithmonë në intervistë. Mos harroni që të më jepni sugjerimet tuaja siç bëni për herë në rrjetet e mia sociale, në Instagram, Facebook, po edhe tek YouTube. Dua personazhe të vërtet. Siç më keni sugjeruar për Nimetin, ashtu dua edhe për personazhe të tjera, kështu që ju mirëpres. Mos harroni like, subscribe edhe të lini komentin. Shihemi në episodin e radhës gjithë mirë.
Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.